Një tabel me mbishkrimin ngadalë nuk mjafton për të garantuar sigurinë. Në rrugën Muharrem Domi, në lagjen e Qapratit, prapa Fakultetit të Mjekësisë në Gjakov, aty ku çdo ditë kalojnë fëmijë, këmsorë dhe dhjetra automjete, një kanal i hapur po vazhdon të mbetet një rrezik i përditshëm tash e sa kohë. Na kena problem me këtë rrugë, ka kohë, sidomos me këtë imblesin. Kjo ka vite që është shkatrune, po tash është shkatru krejt, është shkatru nga pesha të mbaja, mos përgjësia. Rruga që të shpije në drejtim të Qapratit është e destinuar për qarkullim në të dy drejtimet, por për shkak të kanalit të hapur, automjetët detyrohen të kalojnë vetëm në njërin kursi. Sipas banorëve, kjo krijon situata të rrezikshme, pasi automjetët përballen me njëra tjetrën, duke rritur mundësinë e aksidenteve. Tutje banorët thonë se kanë ngritur këtë shqetësim te institucionet përgjegjëse, por zgjidhja ende mungon. Kena bë ankesën para 2 viteve. Ato në ende kanë rregullu këto as që o morë kush më thonë. Ankesa është e shkruar në shkrim, komend komunal. Në lidhje me këtë rast, kemi kontaktuar edhe komunën e Gjakovës, nga e cila kanë bërë të ditur se janë ndërmarrë masat e nevojshme dhe është dërguar urdhëresat e operatori ekonomik për sanimin e problemit, dhe ky rast pritet të zgjidhet në afatin më të shkurtër të mundshëm.